Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump hodhi poshtë një plan të Izraelit për të vrarë udhëheqësin suprem të Iranit, Ajatollahun Ali Khamenei, thanë 3 zyrtarë amerikan për CBS News. Sipas raportimit, Trump i tha kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se vrasja Khameneit nuk ishte një ide e mirë, ndonse shefi i Shtëpisë së Bardhë nuk ka komentuar publikisht mbi këtë lajm. Biseda thuhet se ka ndodhur që kur Izraeli nisi sulmin e tij ndaj Iranit të premten. Gjatë një interviste për Fox News, Netanyahu nuk e konfirmoi ose mohoi drejt për drejt lajmin se Trump kishte vënë veton ndaj një plani për të vrarë Ajatollahun. Ka kaq shumë raportime të rreme për biseda që nuk kanë ndodhur kurrë dhe unë nuk do të hyj në këtë temë, tha kryeministri i Izraelit, por mund t'ju them se mendoj se bëjmë ato që duhet të bëjmë. Ne do të bëjmë ato që duhet të bëjmë dhe mendoj se Shtetet e Bashkuara e dinë se çfarë është e mirë për Shtetet e Bashkuara, deklaroi Netanyahu. Një zyrtar izraelit i tha CBS News se në parim Izraeli nuk vret udhëheqës politik. Ne jemi të përqendruar në armët bërthamore dhe ushtarake. Nuk mendoj se kushdo që merr vendime për këto programe duhet të jetojë i lirë dhe i qetë, theksoi ai.